Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësit akumet Allah subhanahu wa ta'ala së ati për gjërom që të lafdroj dhe të përgët rrugën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazhgjithë. Të ndonë vëllezër, shumë përcaktime në jetë dhe shumë ide ose dhe shumë momente të cilat i ka përcejmë ose periudha, janë periudha ose përcaktime ose ide cilat nuk meritojnë vëmendje. Në kuptimin që është normale në jetë me të ardhur një moment i caktuar për shembull, e kemi një fakt ose i përcaktuar, ose kur thamë i përcaktuar për shembull, e kemi një diçka që thonë episodon çështu. Edhe është që një orë dy të ka marrë edhe të kalshu. Çdo përcaktime edhe ide edhe periudha që kalojnë çështu shpejt, domethënë nuk janë ato të cilat e përcaktojnë rrugtimin tanë në jetë. Dhe rrëdhëmisht këto nuk mundën më kon pjesë e shtjellimit, pjesë e trajtimit, pjesë zbërthimit të thellë për me mujtë me i pas disa kuptime ose koncepte për jetën. Disa të tjera janë koncepte dhe përcaktime vendimtare. Kuptimin që nëse e merr çat vendim ose nëse përcaktohesh për diçka me informuar më çka ka me të çështën në jetë. Dhe shpesh njerëz dekzin me bot dallimin mes kësaj të parës dhe të dytës, shkojnë edhe harxojnë vëmendje dhe energji dhe përkushtim te një e cila është kalimtare. Ndërkësh të kjo e cila mund të më përcaktu jeta jote, mund të më përcaktu botkuptimi jote i jetës, këtu ndoshta e ka përcimi me modesti. Ndaj, është një pjesë, një periudhë, keve na ka përcy. Keve, domethënë, na ka kaluar na përdor kjo si periudhë, e që tash e tutje, ka më konë në vargu i ligjatave tona pikërisht për këtë periudhë. Është e periudha ku ti fillon një jetë me menu pak më seriozisht. Nis një jetë gjonat mos mi pa, domethënë, thjesht, domethënë si koncepte edhe si fenomene të zakonshme. Nis domethënë me pas një mendim të thellë. Për shembull, nis me menu për vetveten. Nis për shembull me pranu vetveten. Qysh me pranu vetveten? Për shembull, ndoshta kur je kon më i ri apo ose më i vogël, me një formë ndoshta si ke menu veçantitë tua. Po as nuk i ke menu tmetat e tua. Tash fillon me e pa vetveten në pasqyrën e të tjerëve. Fillon me pa vetveten në pasqyrën e realiteteve që i ke kuptuar. Edhe rrëdhëmisht nis me e pranu vetveten ose me refuzu, me përmirësu ose domethënë me e gdhenjë kështu më radh. Pastaj fillon të e njoh vetveten, nis me zbulu vetveten, kuptimin që çka po të përmbush, çka po të nervozon, çka po të bën më kon më i lumtur, çka po të bën më konën më në vi me dëshirat e tua, me qefet e tua kështu më radh, po edhe domethënë çka po ta prish rahatin për mbushjen kështu më radh. Nëse ti çka këtë pjesë, çka këtë periudhë nuk e kalon me modesti, nëse nuk e kalon me thjeshtësi, po e merr me më shumë thellësi, me lenë Allah subhanahu wa taala ki marr deri te një rezultat. Cili është ai rezultat? Rezultati yt për vetveten, rezultati yt për gjetjen e vetvetes, rezultati për përmbushjen e vetvetes, kërkesa ose hulumtimi për me gjetë dhe me përmbush vetveten, ka më të më smramti me e dasht edhe me sforcu dashnin për atë i cili e ka bë këtë vetë. E ka bë këtë njeri. Domethënë, të e njohti jetën, ki me dash më shumë atë i cili ta ka dhënë jetën. Të e qit më shumë si prioritet për mbushjen e vetvetes, ki me dash më shumë atë i cili domethënë ta ka bë lumturinë e kësaj jete. Të e njoft më shumë ku po gjendesh në kozmos edhe në gjithësi edhe në këtë jetë edhe në këtë botë, ki me dash më shumë atë i cili domethënë të ka sjellë në ekzistencë. Mirë po, na këto teksa po flasmi për kërkimin e plot të vetvetes, thomi që ti vjen mas mbrëmti të një diçka e cila është e mbjellur tek ti, e skalitur tek ti, që është domethënë dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Dashuria për Allahun. Mirë, po nuk i thomi kësaj gjetje. Kësaj i thomi sforcim. I thomi sforcim dhe jo gjetje. Domethënë nuk pretendomi që ti të e njoft më shumë jetën ki me gjetë dashnin për Allahun. Jo, ti veç e ki dashnin për Allahun, ti veç ki me sforcu. Ku është logjika e kësaj? Për shembull, po mormi një fakt, një diçka që besoj është e thjeshtë për me kuptuar. Dashnia për nonën, a është gjetje apo është sforcim? A është diçka që ti e ke e dush me sforcu apo diçka që të mungon e do të me gjetë? Për shembull, njeriu që ditën e parë që vjen këtë dynjë, e ndjen që te nona e ka ngrohtësinë. E ndjen që te nona e ka domethënën prehjen. E ndjen që do të me dash këtë krijesë, apo? Njerëzit nuk morin trajnime edhe këshilla, domethënë për me i dashur prindrit. Pastaj mund të me ndodhë një deformim, ama më parim, natyrshmëri, njeri e do shkakun e ekzistencës. E do shkakun e ekzistencës. Domethënë tash, apo pajtohesh që dashnia për nonën, për babën është e natyrshme. Nuk u dash ti me menu shumë që duhet me dashën nonën edhe babën. Tamam. Nëse dashnia për nonën
edhe për babën, është e natyrshme. E nana dhe baba janë shkak i ekzistencës. Qysh do të më kanë e natyrshme dashnia për atë i cili ka shkaktuar ekzistencën? Është qartë, kjo edhe më e natyrshme është. Ndaj na thomi, na e sforcojmë dashnin për Allahun, nuk i na tu thonë me e gjetë, sa ajo është mrena. Me po ta shtrohet pyetja, a ka raste sikurse te shembulli i prindërve, a ka edhe në raste të tjera njerëzit për shembull me pas një dashni, ndoshta natyrshme, ndoshta të fituame, ndoshta të gjetme, ndoshta të mjellt, me pas një dashni po pastaj mu dobësua ajo. A ka gjas me ekzistuar një dashni, me kohë ajo e ka humbë ngjyrën e vet, e ka humbë domethënien e vet, e ka humbë për shembull atë shkëlqimin e vet. Zakonisht kjo ndodh për disa aspekte ose disa rrethana. Aspekti i parë është distanca. E ki dash dikan shumë. Për shembull, e ki pas një shok shumë e keni qenë mirë, e ki pas një tezak, një kushëre, e keni qenë shumë mirë, e keni dash një tjetër. Me po fjala bie ka shkuar e ka ndru, këtë me një qetër shtet jeton. Ai prap çaj njëri mirë është. Amo distanca e ka bëhe, që më nuk e ki çat dashni. Zakonisht është distanca. E dyta është domthon mosdia. Për shembull, ndonjëherë ti dobësohet dashnia jote në raport me dikën se ti nuk e njeh. Ti nuk e kishe ditë se ai çaqi i mirë është nëse ti kishe pas kështu nevojë. Si ki ditë. Edhe ki menu ndryshe edhe rrëdhimisht pastaj domethënon kjo ka rezultuar që ty tu ka dobësuar dashnia në raport me të. E para është distanca, e dyta është mosdia, e treta është keqkuptimi. Zakonisht e ki dash dikan, edhe pastaj më vjen një periudhë që nuk e do ose tu ka dobësuar dashnia, zakonisht ka ndodhur një keqkuptim për shembull. Ta ka marrë menja se ti e ki godit një ide e cila ma e saktë është, apo edhe ky menu që ai tjetri është përcaktuar gabim në raport me te, edhe që keq kuptim e ka shkaktuar një ftoftosi. Edhe e katërta është domethënë shpërqendrimi. Për shembull ti ki pasur 2-3 afërm që i ki dash shumë. Me u pastaj je shpërqendruar me shokët e klasës, ose për shembull i ki pas do shokën fillore, po pastaj koncentrimi te shokët të mesmës të ka shpërqendruar prej shokëve të fillorës. Ata nuk janë bot kështu. Po je shpërqendruar sepse tash nuk e ki koncentrimin te shkolla te nxënës të shkollës fillore, te shokët e shkollës fillore, po tash e ki koncentrimin te, domethënë te ata të mesmës. A mundet që kemë na ndodh neve me Allahun? A mundet kemë na ndodh me Allahun, na e dojmë Allahun subhanahu wa taala, kena natyrshmëri me dashur Allahun, na në shpirt e kena me dashur Allahun, kena çef me thonë që e domi Allahun, më po na u ka bënë fart distancë me Allahun. A mundet me ndodh kjo? Kjo mundet me ndodh. Përveç se na ka ndodhur një distancë, na ka ndodhur një mosdije, nuk jena të njoft mjaftueshëm edhe rrëdhëmisht ku nuk e njeh mjaftueshëm, nuk e do çfarë sa duhet. Ose edhe më e keqja, situata të caktuar edhe e ki keq kuptuar Allahun. Për shembull, nëse na fjala bie, folmi shumë, ç'kjo haram, ç'kjo haram, ç'kjo haram, apo a ndodh shpesh ndoshta edhe fëmijë tullzumve, thonë, apo veç haram kjo fe është? Ky kur thotë a veç haram kjo fe, a di çfarë do thon? Ti je të keq kuptuar Zotin tan. E ti kur menon se Zoti jot veç ato të këshyr me ti mshël udh, ti me një farformë edhe ka mu të dobësu dashnia. Ka mu të dobësu dashnia. Po edhe domthon shpërqendrimi, je koncentruar dikun tjetër, për shembull, fjala bie tu ka fiksuar një qef i lojave, ose tu ka fiksuar një qef i surfimit në rrjetet sociale. Çfarë që është qef i kot, çfarë që është qef i teprum, saqë të ka shpërqendruar për Allahut. E ti kështu gojën e ki plot, unë e dua Allahun subhanahu wa taala. Amo ti je në gjendje mi bë 2 vakte gati mi falen në gjithas për shkak një lojës që ta mbërrit deri te çajo kategori ose çajo shkallë që unë po du me çu lojën. Me një farë forme ti je shpërqendruar. Nuk po thonë që ti se do Allahun. Po je shpërqendruar edhe tash që dashni është, domethënë shumë e dobët. Ndaj inshallah me len Allah subhanahu wa taala na duhet me u përgjigj sot edhe tutje këto ditë që kena në këtë seminar me një pyetje. Çka duhet me bë? Domethënë kjo punë e dashnisë, ono thjesht e do se do apo duhet me bë diçka. Ne duhet me intervenu, duhet me ndërhy, duhet me kushtimisht thonë, me bë një farë operacioni, edhe me e trajnu, edhe me e kuru, që këtë do me thonjë, dashnin për Allahun, edhe me mbjell, edhe me ushqy, edhe me kthyem binarët e veta. Sepse jeta jonë nuk ka kuptim pa dashnin Allah subhanahu wa taala. Pa e dash, pa jetu me qef, me dashni, me përmallim, me një farë flakë mrena, që ti do Allahun subhanahu wa taala, nuk mundesh me shiu këtë jetë. Nuk mundesh me shiu fetari, nuk mundesh kur gjon një jetë me bë, për një me arë në atë pikën më të lartë të suksesit, të përjetimit, pa arë deri te dashnia Allah subhanahu wa taala. Ndaj në këtë vakt ligjatash, me len Allah subhanahu wa taala, kemi mi shpjegu 10 shkaqe që i ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, që nëse ti i bën në vazhdimsi, çdo 10 shkaqe, çdo dashnia për Allah. Nuk jena të vola do Allah. Kjo inshallah me një seminar tjetër. Ti që do Allahun, ti sa po ushqen me e dash Allahun, që shtohet ty dashnia për Allahun, që e sforcon dashnin për Allahun, këtë me len Allah subhanahu wa taala kena me trajtuar në këtë varg ligjatash. Mirë, po para se me një temë na duhet me ditë do gjona. Edhe kisha pas dëshirë me u koncentru, mi shënu që duhet pika, për arsye se janë themelore. Pika e parë që duhet me ditë para se me një temë që na duhet me dash Allahun edhe me sforcu dashnin për Allahun, pika e parë thot,
dashuria është thelbi i ibadetit. Dashuria është thelbi i ibadetit. Domethënë, nëse na si musliman e përdormi në vazhdimsi fjalën ibade, apo? Në vazhdimsi e përdormi fjalën ibade për adhurimin, që ne ja bëjmë Allahu subhanahu wa taala. Besojmë që nuk e meriton adhurimin askush përpos Allahu subhanahu wa taala. Kur thotë nuk e meriton adhurimin askush përpos Allahu subhanahu wa taala, çka nuk kupton ti fjalën adhurim? Çka të konsiston ty fjala ibadet? A është e qartë? Domthon, fjala ibadet, çfarë peizazhi ty domthon të bën para përfiturimit tan. Fjala ibadet në gjuhën arabe në esencë ka dy domethënie esenciale. Janë substanca e kësaj fjale. Është dhulli, nënshtrimi edhe hubbi, dashnia. Domethënë, kur vjen dashnia kulmore, keni vëmendjen? Kur vjen dashnia në kulm, me nënshtrimin në kulm, kur bën këto dyja bashk quhet ibadet. Kur bën këto dyja bashk quhet ibadet. Jo dashni, çfarë do dashni? Dashni e cila kurkush nuk e ka çfarë dashni. Kur bën çka dashnia kulmore, bashk me nënshtrimin kulmor, që sa na i thomi domethënë në shariat ibadet. Për me kuptu. Nëse dikush fjala bie, i bë Allahun sejdë, adhurim është sejdë, i bën sejdë por nuk e do. A quhet ibadet kjo? Nuk quhet ibadet. Nuk quhet ibadet. Ose i nënshtrohet Allahut me sejdë, për shembull, i nënshtrohet Allahut me për shembull, e pohon dashnin për Allahun, ama nuk i nënshtrohet Allahut. Thotë, jo, pse duhet më nënshtru? E vërtet ma ka dhënë jetën, ma ka dhënë ekzistencën, ma ka bërë dhurat, unë këtë jetë që çdo. Apo për shembull, nëse ka këtë përfiturim. A quhet, domethënë, dashnia e tij për Allahun tash ibadet? Nuk quhet ibadet. Kur quhet ibadet? Kur e ka dashninë në kulm bashkë me nënshtrimin në kulm. Për me pas më të qartë. Kjo na tutje i referohemi si dashuri unike. Pse i thomi dashuri unike? Që mos mi bëhen ato shpjegimet, shumica juve elhamdulillah nikon te libri Tauhidit, ato shpjegimet që kena bërë dashuria e natyrshme, dashuria apo domthon dashuria unike është veç për Allahun subhanahu wa taala. Që është dashni e cila kombinohet me nënshtrim edhe domethënë ban adhurim. Tash me pasën një shpjegim që është shumë e rëndësishme. Pse i thomi që dashnijës unike kulmore? Po i thomi kulmore. Për shembull, a mundesh, edhe pse domethënë parimisht e kena shpjeguar këtë meselë. A mundesh më nënshtru dikujt për diçka? Mu koni bindur te dikujt diçka? Po. A mo çajo bindja, është sigurisht se bindja që kena për Allahun? Në kul, për shembull, ai bë dikujt në ruku, ai bë dikujt në sejdë. A llogarit halal, çka thot dikush apo çka thot Allahu? A llogarit haram, çka thot dikush apo çka thot Allahu? Çka të nënshtim ti si për kërkan, por vetëm për Allahun subhanuhu teala. Ose a ki për dikant dashni që e do më shumë se sa vetveten. Zguzon me kom për dikant tjetër vetë për Allahun. Domthon, edhe nënshtrimi on kulm, edhe dashnia on kulm. Kur bëhen këto dyja bashk, domethënë quhet, domethënë ibadet. Tash keni vëmendje. Na si ahlus sunne, si pasu sunetit. Zakonisht cilën temë kena të kryesorën kur ja kumtomi fen tjerëve, i thomi na kena ardhur këtë ekzistencë për me adhuru Allahun. Se Allahu na ka treguar në Kur'an që nuk i kam krijuar gjendë dhe njerëz për tjetër vetë se të më adhurojnë. A e ndjemi na kur thomi se Allahu na ka punë ekzistencë që ta adhurojmë? A e ndjemi me thonën me gojë plot, Allahu na ka punë ekzistencë që na më dash Allahun? Allahu na ka punë ekzistencë që na më nënshtru Allahut. E tash mos mi thon dy fjali, na ka punë ekzistencë me dash Allahun. Edhe na ka punë ekzistencë me u nënshtru Allahut, na thonë me adhuru. E kur thomi na me adhuru, jena të thonë me dash edhe me nënshtru. Me dash edhe me nënshtru. E ti kur e do edhe i nënshtruash, që kjo është ibadet. Tash na e falmi namazin, edhe ndjemi që na të kryejnë obligim. Kur e kryejnë obligimin, nëse e ndjen sikur i tu la borxh, a është kjo dashni? Domethënë, thjesht unë pe kryej një far obligimi edhe apo se ti më ki prunë ekzistencë, unë veç pe kryej si job, apo? Ja, kjo nuk është dashni. Kjo nuk është dashni. Që i bie domethënë na kena krizat e ibadetit, domethënë apo mënojmë na elhamdulillah adhurojmë Allahun, ai na të ajeti që nuk i kam krijuar gjendë njerëzve se të më adhurojnë, ai na të adhuroj Allahun, ai na të udhëzum. Po, ai të bë me dashni. Ai të bë me dashni, ai të bë me nënshtrim. Për shembull, vën një hoxha të këshillon me thonën, që ky namaz nuk ka bash çish duhet. Thonë unë elhamdulillah po fal, kit klasës me kërkush falet. Po ai si është i nënshtruar, ai thotë çish do. Mu nuk më intereson të tjerë të respektojnë ligjin as e respektojnë. Unë edhe kam obligim me respektu. A kuptot? Sepse ti e ke nënshtrimin e plotë edhe kia, domethënë dashninë e plotë për Allahun subhanuhu teala. Andaj, që kjo pjesa e parë ka të bëjë me një diçka, e cila është shumë themelore. Qysh e ndjemi na mu përgjigj goj plot, jena kriju për me adhuru Allahun, do të mund ndje goj plot me thonë jena kriju për me dashur Allahun, na më nënshtru Allahu subhanuhu teala. Dhe rrjedhimisht, dashnia qenka thelbi dhe esenca e kujt? E botkuptimit të ibadetit, po jo vetëm.
Dashnia bashkë me frikën apo me shpresën janë shtyllat e ibadetit. I kena mësuar te libri i tauhidit. Apo një ibadet nuk bëhet pa e dashur Allahun, pa u tut për Allahut edhe pa shpresuar tek Allahu subhanahu wa taala. Ka do që ti e kthen dashnia është aty. E këshyr të thelbi bot kuptimit del dashnia. E këshyr që ndërtohet ibadeti prap del dashnia. Për më të pranu prap del dashnia. Që i bie domthon dashnia kanë qenë temë e madhe, po na sipas më mësu mirë. Dashnia për Allahun kanë qenë temë shumë themelore, po na si kena kushtuar vëmendje. Në vesh na ka interesuar ndoshta do definicione ose ndoshta disa domethënie periferike, po kjo është domethënie shumë qendrore, ndaj domethënë do të më kthy. Dashnia për Allahun është esenca e ibadetit dhe shtyll domethënën e ibadetit dhe rrjedhimisht i na kriju për madhru Allahun që i bie i na kriju për me e dashur apo për më ushtru. Domethënia e dytë ose pika e dytë që është e rëndësishme me kuptu para se me intem. Çdo lëvizje bazën e ka të dashnia. Çdo lëvizje bazën e ka të dashnia. Kush e ka thonë këtë fjalë? E ka thonë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, edhe Ibn Qayyim rahimullah. Mos shka lëviz. Shka vjet në lëvizje, lëvizet shkaku i dashnisë. Domthon ti fjala bie për shembull, ki lëviz pini venin që këtë vend. Ky dash me ardh, ky dash me ardh me sta njerëz, ky dash me ardh që këtë vend. Të ka pëlqyer natyra, ky pas shef me kalu të ditë me disa punë të hajrit, apo? Ky pas shef dashniu kon kjo, për çfarë ki ardh, për çfarë ki lëviz. Mund ti kur, për shembull, ti mundesh fjala bie të ka thirrë dikush në çdo ditë më kon ndoshta me një seminar tjetër, po s'ki dash, s'ki lëviz. Çfarë thotë Ibn Taymija Ibn Qayyim? Çdo lëvizje bazën e ka të dashnia. Bazën e ka domethënë të dashnia. Çka na thotë ky rregull? E di që ka nevojë shumë për shpjegim ky rregull, po çaq nuk kena shumë kohë. Ky rregull thotë kështu. Sa herë që lëviz më fuqishëm drejt Allahut, kjo tregon që e do më shumë Allah. Dhe sa herë që nalesh edhe hec ka dalë drejt Allahut, kjo tregon që tu ka tupsu dashnia. Domethënë, e nin fjala bie alarmin për namaz, ose ezanin për namaz, ose e keni orar për Kur'an. Edhe kur vjen ai orar ti me vrull shkon drejt asaj pune, apo me çef shkon, domthon kjo dashnia në nivel. Kej do të si me këshilla, kej si do të me motivim, kej do të me të shtyme. Më falë, dashnia o dopt. Më bo mu forcu dashnia, nuk banë qështu. A është i qartë. Dashnia është dopt. Mu nuk më kanë këshillu mjaftushëm, së më kanë eduku mjaftushëm, jo, ti thjesht dashnin ki krizë të dashnia. A është i qartë. Kur e do shumë, lëviz shpejt, po thot Ibn Taymija. Pa morë parasysh, a ki në shemboj njëtë, për shembull, në rrethin e përditshëm edhe në punët e përditshme të jetës. Për shembull, e kije një të afërm, kogja shumë për zemën. Edhe ai me thënë telefon për diçka, thua, s'bën fjalë, me njerë vin, apo? Lëviz me njerë. Për dika tjetër, jam i zanë të shirë thërët që tërkanë, se pse ndodh me këtë parin që shtu dhe me këtë dytin që shtu? Se niveli dashnisë nuk është i njëjtë. I jotin në raport me tyne, apo? Dashnia jotin në raport me tyne. Pse na duhet neve që ky rregull? Që ky rregull e rrëzon për tokë pretendimin e hipokritëve, pretendimin e njerëzve që thonë na e dojmë Allahun subhanahu wa taala, na nuk kena nevojë për çka shumë procedura, manifestime të fetarisë, se njëri kur e kopni me Allahun, ja doja se do, apo? Edhe, domethënë, do me shpërfaq fetarin vetëm si realitet të pretendimit. Për arsye, është një rrezik, po inshallah ndoshta donjëherë e shpjegohemi në plotësi këtë ajet kuranor, ku tregon Allahu subhanahu wa taala për mos lëvizjen e hipokritëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thirrë për një detyrë të madhe, edhe ata nuk kanë lëviz. Apo e thënë hipokritët, unë jam i zanë të ara jeme, ai çeti thonë jam i zanë të vneshnat e mia, ai çeti thonë jam të pallmat e mia, ky çeti thotë e kam një djalë me feju, ai çeti thotë e kam një farpunë tjetër, s'lëvizin për Allahun këta. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Mirë po thotë e vërtetë është, thotë Allahu subhanahu, Allah nuk ka dashur ju me lëviz. Edhe Allahu ju ka ranu juve trupin. Allahu ju ka ranu juve vullnetin. Allahu ju ka lidh juve komt. Se Allahu s'ka dashur ju me lëviz. Edhe tha Allahu, rrini me ata që arrin. Rrini me ata që nuk lëvizin. Rrini me ata që nuk lëvizin se Allahu nuk o t'ju dasht. Që i bie ti lëviz fuqishëm drejt Allahut, kjo është sepse Allahu do ty. Sepse Allahu do ty. Kur do Allahu, ti e do Allahu. E kur e shet që dyqysh s'un po lëviz, si kam të lidhta, banu marak a t'u dasht Allahu subhanahu wa taala. Banu marak a t'u dasht Allahu subhanahu wa taala, ose që e lëvizja jote tregon sa do Allahu. Po pse ti dush me ditë sa do Allahu? Po çfarë sa do Allahu këtu? Menoje qysh ka me dash na herët me të Allahun Firdausin. A është qartë? Qysh ka me dash Allahu
për me tallon Firdosin. A ki më kon për aty që hin njerë bon shkrum xhehenem, e tani vjen i shefat edhe dalin pi xhehenemit, mos janë shkrumu me mira vite, apo Allah do çat shumë as një gocë xhehenemit mos me djeg. As një flakë xhehenemit mos me djeg. Që i bie domthon ti këtë punë do të me lidh me dashni. Allah si të mdoja më gjun mund xhehenem. Tho unë nuk e di sa las ka ahireti. Këshira apo të lëviz Allahu drejt Allahut, apo të lëviz Allahu drejt ibadetit, apo të lëviz Allahu drejt përkushtimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. E treta çka duhet me ditë para se me një temë, kryetema e tauhidit. Kryetema e tauhidit është njëjësimi i Allahut në dashuri. Kryetema e tauhidit është njëjësimi i Allahut në dashuri. Domethënë, na fjala bie kur flasim për tauhidin, e dimi shumë qartë asaj që duhet me njësu Allahun në lutje, mos me lut kërkuj tjetër përveç Allahut. E dimi që duhet me njësu Allahun subhanahu wa taala me tevekkul, mos më mbështet as kujt tjetër përveç Allahut. Po sa e ndjemi që na duhet me besu Allahun një, që veç Allahun me dasht. Dashni unike, dashni kulmore, e cila dashni ka edhe në nështrim para Allah subhanahu wa taala, ka madhnim për Allahun. Çka dashni me pas veç për Allah, mos me pas për ukran tjetër, krahas Allahu subhanahu wa taala. Ndaj duhet me pas diçka parasysh. Prej prishjeve më të mëdha që i ndodhin njerëzve në tauhid janë shkaku i dashnisë. Shkaku i dashnisë. Keni vëmendjen? Për shembull, të këshillon babajat. Ke frikë Allahut mos e bën çeket. Ke frikë Allahut mban çeket. Apo? Edhe dyqysh ti shkon ki kriza. A di pse ki kriza? Se tash jetë e dash ndoshta nefsin tan më shumë. Jeti dash idejat për rreth teje që janë të jetu. Jeti dashën turma ti po të gjunat edhe jeti dash. Ku e pasi problemin? A ki problemin te a do të mi lut diku tjetër krahas Allahut? Këtë ki ka përcyesi tem. Ti ki kriza që a di se domthon dush me adhuru Allahun me dashni. A di se mund dush me afru Allahut nëpërmjet domthonën dashnisë. Ndaj Allah subhanahu wa taala thotë kështu: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Ka njerëz që morin Zot në krahas Allahut. Ka njerëz që morin Zot në krahas Allahut. Tash kur tani shketa ja, çka i bë morin Zot në krahas Allahut, i ka do idhuj shkoni lutët, pren kurban te një tyrbe, apo? A mendon çështo? Thotë yuhibbunahum ka hubbillah. I dojnë çish duhet Allahu. Allahu subhanahu wa taala shirkun e këtyre pekazon se këta kanë shirk në dashni. Çish duhet Allahu, këta e dojnë dikant tjetër. Për shembull, ky bën dashni me një femën. Edhe e thotë unë çështu fetar s'du. Edhe ky konvertohet, edhe hek dorë pi fetarisë vet. Si ky o të dash çka sikur Allahun. Allahu këtu o të trajton kodët shirkut. Ibn Qayyim rahimullahu thotë tas si kanë rastësh diku tjetër ka sallat. Veç shirkun e kanë pas në dashni. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ama ata që besojnë për një dashnin më të madhe kanë për Allahun. Ta ata diskutohet, ti mu më do ndryshe jo të do Allahu, unë s'du ty. Apo, ti mu ma kurzon një afërsi, tu largun për Allahut, nuk du ma afru të ti. Sun Allahun e du mas shumë ti. Sa muslimane kanë që këtë krizë? Sa njerë për shembull ja kurzon, fjala bia për shembull e shet që me bo menet me një shoqëni të haramit, shkojnë do biznese më mirë, shkojnë do qefet jetës më mirë, që ato ti dash më shumë se Allah. Që ato ti dash më shumë se Allah. E që realisht për këtë temë inshallah kena një ligjrat në veti prej ligjratave të këtij vargu. E katërta. E sotmja është thesari i së nesërmës. E sotmja është thesari i së nesërmës. Çka në që bot kuptim? E sotmja është thesari i së nesërmës. Njeri kur ka diçka ma shumë se sa i duhet, apo? Shembull ti i ki disa të holla. I ki disa të holla për shpenzimet e përditshme. Po ato të cilat i ki ma shumë se sa shpenzimet e përditshme ti i merr me një ark, me një thesar dhe i run, apo i run për nesër, për pas nesër, i run për të ardhmen. Nuk e merr ti komplet mëna një sekatore me harxhu kit pasunin që e ki. Harxhon çka duhet mëna ditës, tjetrën e lënë në thesar. E sotmja është thesari i së nesërmës, që i bie. Shpesh në jetë, na fokusohemi në jetë të e menu të nesërmën, po të e menu sikur e nesërmja nesër nis pin zero. E nesërmja nesër nuk nis pin zero. E nesërmja është vazhdim i sotmës. E nesërmja është vazhdim i të sotmës. Domethënë, shembull ti don muin korrik me pas të korra të mira. Ti mos e menu korrikin pa e menu pranverën ku kemi qit farat. Se korriki është rezultati i pranverës. Korriku është rezultati i pranverës, ose për shembull ti dëshiron me pas një depo me një lloj prej frutash, apo? Edhe dëshiron me mbjell çat kulturë. Mos e meno ti muin kur i vjel. Menoj fillimisht
mujin kur I mjell. Sot na mjellmi për nesër. Sot mjellmi për nesër. Mi po sotja na paralemron për nesër. Për shembull, nëse na sot jena shumë me një shoqëni të relaksuar me njëri tjetrin, e kena një komunikim shumë të kulturuar, një raport shumë të edukuar, një mirësjellje me njëri tjetrin. Kjo tregon për të nesërmën. Çish tregon për? Po me gjas e nesërmja nën kupton që na kena me pas shoqëni jetë gatë. A nëse na sot e çomi shumë keq me zveti, por pak e për shumë e kritikojmë njëri tjetrin, e ofendojmë njëri tjetrin. Çka tregon kjo? Kjo tregon që edhe pak ditë edhe na e përfundojmë shoqëninë. Domthon e sotmja është treguesi të nesërmës. Edhe rrjedhimisht e sotmja është thesari së nesërmës. Nesërmën, alo s'ka ardhur, a mu ku e kena thesarin e sodit. Pse duhet me përmend me çka mohabet? Për marrën një hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është Imam Ahmedi dhe Buhariu Muslimi prej Enesit. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله. Ka njëri që ka thonë Rasullullah, o i dur Allahut, kur ka ndodhur kiameti? Kur ka ndodhur kiameti? Kiameti është sot a nesër? Nesër, ala s'ka ardhe. Ky vjen me pyet për diçka për të ardhmen. Rasullullah nuk I përgjigjet me të ardhmen, I përgjigjet me sodin. I thot, "O ma a'dadta laha", çka ki bogati për të? Domthon, ku e ki thesarin ti për çfarë ditë që ka marrë? Ku e ki thesarin? Çka ki paluti për kur vjen dita e gjykimit? I thot, ky sahabi thot, "Ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqa." Nuk, I thot, sahabiu thot, o i dur Allah, nuk kom bë shumë nafile namaz, shumë nafile sadaka dhe shumë nafile agjerim. Walakinni uhibbu Allaha wa rasula. Më punë dua Allahun edhe pejgamberin. Mon thesari jam, investimi jam, fara jam, që jam të qitë sot për me fitu nesër, është dashnia për Allahun subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, "Anta ma'a man ahbabt." Ti ki mu ka me çata shajdo. Ti ki mu ka me çata shajdo. Për shembull, sot ti I ki do shok që I do shumë. I bie që edhe e ardhmja ka mu ka me çata shok. Kush po të kallëzon që e ardhmja ka mu ka me çata shok? Dashnia e sotit po të kallëzon. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, ti ki mu ka me çata shajdo. Si ta dush për një me Allahin ki mu ka me Allahun. Si ta dush për një me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ki mu ka me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash pyetja që ne na spiton. Ajo merr me janë që na kena boll dashni ndaj Allahut, që kjo dashni më na garantuar që kena mu ka me Allahun. Edhe dashnia dhe kënaqësia dhe fitimi dhe pajtimi I Allahut ka mu kanë me neve në ditën e gjykimit. A jena të sigurt? E tash, a jena të sigurt? Kena të shmemot, se punë nuk mu me lona veç abstrakt, e du Allahun. Ki të shmemot, për shembull. Prej formave që mund është me mat, a I do urdhrat e Allahut. Ti thunë e du Allahun, tamam, a I do dhe urdhrat e Allahut. A I do ndalesat e Allahut. Kuptimin që ti beson që për një moment që kjo ndalesë është bashkë në vendin e duhur, bashkë për të mirën teme, Allah e ka bo haram që këtë punë. A I do ndalesat e udhëresat. Po edhe një diçka tjetër. Shka është karakteristika më e shpeshtë e njerëzve kur e dojnë dikan? Kur e do dikan? Shka është karakteristika më e shpeshtë? Të pjesa që e përmendëm të distanca. Shka është e kundërta e distancës? Afërsia, takimi. Takimi, do ti kur e do dikan ti takohesh me ta. Tamam. Kur e do dikan shumë. Jo vetëm që takohesh, përmallohesh për takimin me ta. E tash kur ka thonë ky ja Rasulullah unë e du Allahun, ky e ka pas llaf, a e ka pas punime. Për shembull, thot Adi ibn Hatim, thot ma dakhala waqtu salatin hatta ashtaqu ilayha. Thot nuk doll që me hi vaktin e namazit vetë se ka gjetë vaktit përmalluar për atë vakt. Domthonë kom fal drekën, edhe mas drekës mu ka do sikur shumë bogat alo I kini s'ka. Se një me të bokët gatë kur I të prit di kanë që e do shumë. Shembull e do shumë ti për shembull gjyshin ose gjyshen, edhe I kiftu në shtëpi, edhe pritja është pas akshamit, ti prej mas I kinijës dyqysh si si rahat, si ti prit me qef. Apo? Ti për ditë e ki se e ki këtë pjesë tjetës që ti e do dikan me përmallim. E do Allah me përmallim, po që shme matë me namaz, e pu nuk është qa që pa matëshme. E matë me namaz, e matë masnena me ahiret. Nëse mu sot Allah ma ka mjell dashnien ndaj ti në zemër, edhe përmallimin për të në zemër, kjo është shenjë që unë e du Allahun, o ente ma men ahbebt. Ti ki mu konë me ta shejda. Ti ki mu konë me ata do më thonë të cilët I do. Ndaj, unë kisha pas dëshirë që këtë pjesë pastaj me trajtu bashkërisht në tutje, në takimet që kina mi pasën, për me shkue, do më thonë, sa ma konkret, me e pa që kjo punë e dashnijës nuk ka do më thonë një diskurs poetik, mu shprej bukur, e du shumë Allahun, për mallona për Allahun, ose e ki pa, ata janë zhytna për bidate, janë zhytna për kufriate, kënena thurin vargje për dashnin për Allahun, do më thonë që ti menon, wow, çfarë dashnije pas kanë këta. Dashnia ka, do më thonë, në realizim konkret. I ka formulat konkrete.
e ka shpërfaqjen konkrete, vetë se ti duhet më konë syqele dhe, domethënë me emot. E pesta, e që është realisht vazhdimi i të katërtës, domethënë e katërta e sotmja është thesari së nesërmës, edhe morëm si shembull namazin. E pesta, atë që e dashuron edhe takimin me të. E dashuron edhe takimin me të. Tash, na e kena një skenë. Qysh e dashurojmë takimin me Allahun subhanahu wa taala, e fillomi këtë muhabet me namazin, menon e ku mundet me shku. Atë që e dashuron edhe takimin me të. E shënon Imam Ahmedi, Buhariu Muslimi, pe Ubad ibn Samit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah." Kush e dashuron takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. Thot: "Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah." Kush e urren takimin me Allahun, Allahu e urren takimin me të. Aisha apo dikush tjetër për gravet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Inna lanakrahu al-maut." O ju Allah, na urrejmë vdekjen. E ka kuptuar prej hadithit, prej fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka kuptuar që bëhet fjalë për atakimin më për nimet që ka menduar që kena më taku me Allah. Apo? Ai takimi ku është afërsia më e madhe. Thot, ju Allah, na urrejmë vdekjen. Domethënë kur vjen momenti me vdek, një më menome që kena me taku Allahun, ama vdekja është e frikshme. Del pi dimensionit të jetës, bash banori varreve, vin engjëjt me të pyet, ka gjas që kim gjuna me shku në xhenem, apo? A është e frikshme? E frikshme është. Thot ja Rasulullah, na e urrejmë vdekjen. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Leysa dhak", nuk ka kjo për qëllim. Keni vëmendjen? Thot: "Walakin al-mu'mina idha hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi." Thot muslimanit kur t'i vije vdekja, para se me i dalë shpirti, i vjen një myshde, i vjen një lajm i mirë, që Allah është i kënaqur me të edhe e ka nderu. Ridwan edhe keramet. I vjen myshdja, i vjen si hariqi që Allah është i kënaqur edhe e ka nderu. Felejse shay'un ahabba ilayhi mimma amama. Nuk ka në atë moment diçka më dashur për të se ajo që është përpara. Cila është përpara? Vdekja dhe ringjallja. Edhe dalja para Allahu subhanahu wa taala. Imagjino, krejt na që jena përreth një vdekuri, e menome që ai dashnien e ka të kishte ala me neve. E menome që dashnien e ka të kishte jetu edhe ala në këto ditë në kësaj jete edhe të kishte ju të mira kësaj dynjaje. Moment që e kupton që Allah është i kënaqur me të. Edhe Allah ka më nderu, ka më dhënë xhenetin. Nuk ka diçka më dashur se sa me taku Allahun. E që këtë herë thot, pastaj thot fa ahabba Allah, thot fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa. Thot ky e do takimin me Allahun edhe Allah e do takimin me ta. Ky pënimeu i ka hi flaka që do të me pa Allahun, me taku Allahun, i ka hi përmallimi për Allahun, thot ky o të dash takimin me Allah, dhe Allah të dash më taku me ta. Thot wa inal kafira idha hudira bushira bi adhabillahi wa uqubatihi. Thot ndërkaq kur ti vjen momenti i vdekjes pa besimtarit, i vjen lajmi që ki mu dënu pe Allahut dhe ki mu ndëshku ashpër. Felejse shay'un akrah ilayhi mimma amama. Nuk ka diçka që urrejnë më shumë se sa atë që ka përpara vdekjen. Thot kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa. Kjo urren takimin me Allahun dhe Allah e urren takimin me të. Tash shtrohet pyetja. A mumi na me ditën që ky moment çka më kanë për neve? Çto? A mumi me ditë? Asnjëri s'më me ditë. A mumi me investu? A mumi me investu? Mund është me investu. Nëse thu investimi është ibadeti, çka ka esenca e ibadetit? Dashnia. Nëse thu duhet me bësh shumë ibadet, çka ka shtylla e ibadetit? Ke dashnia. Nëse thu duhet me bë thesarin gati, çka ka thesari të hadithit e Enesit? Dashnia. Domthon ti dosh me e dash takimin me Allahun. Me e dash takimin me Allahun. E do sot takimin me Allahun ti përkushtohesh. E do sot takimin me Allahun ti e mallnon namazin. S'ka një diçka më të madhe për ty se namazi. S'ka jetë diçka më të madhe se më bind Allahut. S'ka temë më të madhe se sa mos mi bëj gjuna Allahu subhanahu wa taala. Kur ti çështu jeton, ti ke me pas që këtë fund inshallah me len Allahu subhanahu wa taala, mot me namaz, mot me bindje, edhe me këtë domethënjet që hin te koncepti i takimit me Allahun subhanahu wa taala. Këtë kena mund zgjeru prap inshallah në ligjratat e ardhshme. E gjashta dhe parafundit, kulmi i shijimit të fetarisë, kulmi i shijimit të fetarisë është me kulmimin e dashurisë. Kulmi i shijimit të fetarisë është me kulmimin e dashurisë. Domethënë, sa më shumë që çtohet dashnia, çtohet kush? Shijimi i fetarisë. Ti tu fal, mashallah, që disa vite tu fal. A më shumë namaz më mundesh mi pas pa shije.
Apo, sikur për shembull kur hani ushqim pa shije, uri hek. Apo, e merr një bukë, s'ka kryp. Ti urien e hek, nuk i ont. A ma e ki shiu? Nuk e ki shiu. Ose e ki morë për shembull një kushtimisht thon ëmbëlsirë, domethënë një gatesë e cila quhet ëmbëlsirë, po s'ka elemente ëmbëlsuese mrena. Ti me një farforme e ki hongër një diçka. A moralisht nuk është që e ki shiu diçka. A ka gjas një pjesë të madhe të fejes edhe fetarisë të ibadet na çështu i kena pa shije, ka gjas. Pse kjo ka ndodhur? Se ajo është ka jep shije fejes, ajo është ka jep shije namazit ton, ajo është ka jep edhe çiti mexhlisi shije. Është dashnia për Allahun. Ajo është ka jep shije leximit Kuranit, është dashnia për Allahun. Edhe hifzin që mëson do sure përmendsh. Edhe ajo me pas shije, ajo duhet me dashur Allahun. Me ndjet që të lexoj fjalën e Allahut. Për ndryshe ajo veç bëhet një projekt, apo sikur se dikush fjala bie i shkon mëson për ku diunë, qëllimet veta shkon mëson detajet të shteteve. Thjesht memorizon. Apo ti mundesh më kon shembullin aty nëse nuk e shijon që fjala e Allahut, nuk e ndjen që fjala e Allahut subhanuhu teala. E shënon imam Ahmedi, Buhariu dhe Muslimi, për Anesit, për Amesit sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Salatu man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tri gjana kush i ka e gjan shijen ëmbëlsinë e imanit. Tri gjana kush i ka e gjan ëmbëlsinë e imanit. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tjetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur te ai se gjithkusht tjetër. Me çka lidhet shijen e imanit? Me dashni. Pastaj wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kur ta doje dikant ta doje për Allah. Pra lidhet me dashni. Thot wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Edhe ta urreje kthimin në kufër, ta urreje kthimin në devijim, ta urreje kthimin tek e keqja. Qysh e urren mu gjujt në zjarr? Shkon është e kundërt e urrëties? Dashnia, prap me dashni pe lidh hadithin. Që i bie, ti e shijon fetarinë çat sa ki dashni. Çaq ki dashni, çaq ki shije. Çaq që hek këtë farpune pi prioriteteve tua, çaq domon ka më të shku shija. Edhe pastaj fjala bie, vend mundesh më thon, jam rrit me një familje tradicionale fetare, thjesht fenë kom trashëgu, po nuk e shijoj. Mos e lefojnë kërkujt përveç se zemrës tonë. Se e ki mush zemrën me dashni tjera. As zemrën, as baba, as nona s'ta ka dorë. Është e qartë, nuk mundet, domethënë, baba nona mundet me të këshillu, hoxha mundet me të këshillu, libri mundet me të dhënë mësim, ama nuk mundet me intervenu te zemra jote. Ti dush me bë mas çmos me shti diçka në zemër. Ti dush me bë çmos për me mujt me dashni diçka. Kështu që ti ki shijen fetari, çat sa ki domethënën, çat sa ki domethënë dashni. Sa mundet me shku që kjo shije? Domethënë, e shijon, sa mundet me shku mas shumë ti që kjo kulmimi i shijes me kulmimin e dashnisë, dikush pi selefit kur e ka shiju fort ibadetin, kur i ka ardhur kjo dashnia që e ka përjetuar në thellësi, që këtë dashni për Allahun edhe që këtë shije për Allahun, thot innahu la yamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'ayshin tayyib. Ka thonë ndonjëherë kur vjen çka momenti i shimit fetaris, çka mësia e imanit, tham nëse banorët e xhenetit çështu kënaqen, vallahi shumë mirë kanë në xhenet. A dimi na xhenetin, syni se ka pa vesh se kanë mes mundet me menu. Qysh mundet më kon xhenet? Për njerëz të dashnies, xheneti krahasohet me xhenetin e kësaj dynjaje që është dashnia për Allahun. Domethënë, çysh mundet më kon interesant xhenet? Vesh shijoje ti fejen, e shet çka më kon xheneti inshallah. Domethënë, që kjo shije është shije parajsore, është xhenet në dynjë. Ama duhet me investu. Na thomi sfitohet xheneti pa punë, ama çka xheneti sfitohet pa punë. Na thomi nuk fitohet që xheneti pa xheneti ahiretit pa u koncentruar në ahiret. Po edhe ky xheneti kësaj dynjaje nuk fitohet pa u koncentruar te kjo për shumë me, domethënë me embrim e lejen Allah subhanahu wa taala. Ndaj, ti kur e fiton çeket, kimë shiu jetën, kimë shiu inshallah fetarin, edhe çeket, domethënë copës të xhenetit, domethënë që është në tokën e Allah subhanahu wa taala. Për fund e shtata, kur e do dikën të shtohet friga në mos po e humb. Kur e do dikë, të shtohet friga në mos po e humb. A mundi më pru vesh një shembull që e do dikan shumë, edhe humbja e tij nuk dëllan. A ka diçka? Njet, a ka diçka? E do shumë, edhe thu edhe me humb shnosh. S'ka, se nuk ekziston kjo. Ku ka dashni të madhe, ka frikë të madhe. Ku ka dashni të madhe, ka domethënë frikë të madhe. Po kthehemi te shembujt e fesë. Nëse për shembull ti e shijon dhikrin, ulesh edhe bën dhikrin e mëngjesit.
ose shijon për shembull dhikrin pas farzit, ose për shembull mbrëmje ditës fjala bie. Për shembull, e keni 100 herë me thon subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Edhe 20 herë të para nuk i aty. Ka 40, 50 nis ka pak me shiu. Kur vjen 70, 80 ja nis me nini farshie. Me një herë ka mu të ngjall një frikë, mos me bo me lon dhikrin unë, am hub që kjo shije. E ki pas plonin 100, është shkon 200. Friga nuk të le me non. Ose, sot u koni ditë shumë e bukur, kina lezu Kur'an, ina fal me xhamat, kina bë dhikr. Moment që e ki shiu, a di çka aktivizohet? Çka nëse unë kur të kthehen atash në qytetin tem, një 2 javë më dobësohet imoni dhe si kam çto përjetime. A kuptot? Mon sa herë që e shihoni diçka, çaq më shumë që e doni diçka, ty çtohet friga, domethënë mos me hu. Ndaj, te dhikri dhe te Kurani dhe te namazi, edhe te mexhliset e vllaznive dhe te derset. Në çdo 5 sene, sa herë me matën me frikë, apo tutësh që po të hub. Shumë thonë, ku shkoj me një ders, drejtën bot kuptimet, shtohet imani, shtohet motivi. Edhe tut na 2-3 ditë me nejt larg dersave se po më hik që ky vullnet, po më hik që ky entuziazëm, po më hik që ky përkushtim. Apo? Nëse e ki çeket, elhamdulillah dashnia është nivel. Elhamdulillah dashnia është domethënë për me morën domethënë në një matje të mirë, pastaj veç duhet me rujt edhe me shtu me len Allah subhanahu wa taala. Kështu që na nuk duhet me lën këtë farë mohabeti dashni, matë dashnin apo tutut për dashnin, jo duhet me prun konkret, ku me mat këtë farë dashni. Për shembull, nëse ta mëson Allahu një 4-5 muaj mos me të hikën namazin natës. Këtë na mumi pisot tash me pasën vird namazin e natës. E fal yacien, jetë që do me ra herët me flet, mos ta fal yacien, fali 4 rekate. 5 minuta, 10 minuta. Çka janë 10 minuta? E ban rregull, unë veç 10 minuta fal në namaz natë. I lexoj 2 faqe Kur'an, 3 faqe Kur'an. Nëse ti pisonte e ban çeket. Mas një 2 muajve Allahu ta bëni shije, ti nuk e lën namazin e natës nga frika mos me u çat shije. Apo, çfarë përjetimi u konën? Çka përjetim ti e ki përjetuar në Ramazan? A mu Ramazani ka kriju distancë me ty, se është shumë moti Ramazani. A është i qartë? E tash, kur e kina shiu në Ramazan, as kone udhës mu tut që mos më rrik që e shia Ramazanit? Po na dyshim veshin na kënaqsh me Ramazanin, thon pse e hupni rezultatin e Ramazanit, s'ka gajle. A di çka i bë kjo? Kjo i bë që veç na ka ardhur shevin kallamaç, po nuk kena kon çast, domethënë që kena këmbgul për çat rezultatin e domethënë e Ramazanit. A ndodh kjo ndrollëzër jashtë jetës fetare? Domthon a ndodh që në përditshmëri ti mundesh me emenun që këtë fakt që nëse e do t'i kanë shumë, ke frikë në mos po e humb. Fjala vije, e keni shok që e do shumë. A menon që nëse sillesh pak keq ose pak me pakujdesi ndaj tij mundesh me humb? Rrëdhëmisht ato pakujdesi ta kemi kon mas syçel, shkaku domethënë i dashnisë. Po i përsërisim edhe po e përmbyllim, kanë 7 pika para smin tim. E para, dashnia është thelbi i ibadetit. E dyta, çdo lëvizje bazën e ka te dashnia. E treta, kryetema e tauhidit është njësimi i Allahut me dashni. E katërta, e sotmja është thesari i së nesërmës. E pesta, atë që e do, e dashuron edhe takimin me të. E gjashta, kulmi i shijimit të fetarisë është me kulmimin e dashnisë, edhe e fundit kur e do dikënd të shtohet frika në mos po e humb atë. Elusi Allah subhanahu wa taala, më na mbush zemrat me dashni për Allah, më na mbush zemrat me dashni për atë që Allahu e do, edhe kanë ta dojmë për hir të Allah subhanahu wa taala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.